E rënd, rrëzohet një avion humbi jetën prezantuesja e njohur. Prezantuesja televizive meksikane Deborah Estrella ka humbur, e njohur për prezantimin e programit të mëngjesit në Meksik. Vdiq në një aksident ajror në shtetin Nuevo León. Estrella po merrte një mësim fluturimi me instruktorin Brian Leonardo Ballesteros Argueta të shtunën në mbrëmje kur avioni udhëzua në komunën Garcia. Të dy vdiqën në vendngjarje, konfirmuan autoritetet, ndërsa nuk u raportuan lëndime të tjera. Sipas raportimeve të mediave lokale, aksidenti ndodhi rreth orës 6:50 të mbrëmjes pranë lumit Pesqueria. Ekipet e mbrojtjes civile mbërritën menjëherë në vendngjarje, por mundën të konfirmonin vetëm vdekjen e pilotit dhe një pasagjeri.